Hamdi, falenderimet, lavdratat i takojnë Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelalu. Salavatet dhe selamet për shëndetjet tona më të përzemërta prej këtij vendit të bekum, të pastërt, ja adresojmë shpirtit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së vet, shokëve të vet dhe gjithë besimtarët të cilët e kanë ndjek, janë duke ndjek dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma amin. Fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e tokës dhe qiellës, me atë të cilën përshëndeten muslimanët në tokë, me laqet në qiell, xhenetlit në xhenet. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirësitë Allahu xhalla shanu qofshin mbi ju, mbi ne dhe mbi gjithë muslimanët katër anë të botës. Unë sonte ku marrë për me ndëgjue Allahun tem, shokën tem, prej krejtë të zollarë që i njo më shumëti, që e du është Hoxhën Muharrem. Allah i Gjeleshanuhu e boft të i hajrit të jetë në këtë botë, ashtu si e njofim na, edhe faqebartë të jetë në ditën e Kiametit, i cili hecë mos hapave të Muhammedit a.s. Unë sot kisha pas qef shumë të ndëgjoj Hoxhën, po pasi që insiston, kjo nuk do me thonë se a insiston se unë jam më i mirë se aj. Unë mëj me konë zonë si ati, edhe kam derin që të unxna para ati edhe të ngoj dersin e ti, Zoti i dhash bereqet në dijen edhe në punën që e banë. Ja mundsoft Allahu Gjeleshanuhu të qëndron në hak, derisa të takon Allahu Gjeleshanuhu dhe të bëhet nail shefatit Muhammedit a.s. aje dhe na kreti, inshallah. Të nderuar vëllezër që jeni prezent këtu, lusë Allahu Gjeleshanuhu sahapa që kini bo, që keni ardhë në këtë vend, për ta ripërtru, për ta forcu imanin në këto vende, për ta gjetë rizan e Zotit, kënaqësinë e Allahut te bareke ve taala, dhe për ta ble vetën e juve nga Zoti Gjeleshanu. Sahapa që keni bon për me ardhë në këtë baqe të xhenetit, Allahu Gjeleshanu çaqi grada të larta, ju lartësoft në xhenetit e Zotit Dhul Xhelal. Ja u falt kusuret dhe gjunahet dhe ja u mundsoft inshallah gjithmonë të qëndroni pranë dietarëve, pranë njerëzve të dijshëm, të cilët hecin pas asaj që e ka vizitu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë të cilën e ka emëruar Sirat al-Mustaqim. Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam një ditë prej ditëve vëllezër, o konë tunet me sahabet, edhe ka marrë një shkop edhe ka vizatuar një vit të drejtë në zallat në tokë. Pastaj ka vizatu do vija anësh në gjathën të majtë, ka thonë, o ju të pranishëm që kjo është rruga Allahut Dhul Xhelal, e drejtë, Siratul Mustaqim, rrugën në të cilën kanë thirrë pejgamberët. Ndërsa këto rrugicat tjera në gjathë që i ka vizatu, to janë rrugë të shejtanit. Andaj qëndroni në këtë rrugë. Kjo rrugë është shumë e vështirë, sepse këtu ka sprova, ka telashe. Ndërsa këto është në çdo rrugë prej këtyre rrugëve qëndron nga një shejtan edhe e thirr dhe e lehtëson. Ato rrugë të shejtanit janë shumë të lehta, edhe në këtë dunja janë me këtë kënaqësitë e botës që ekzistojnë, edhe gjenë një çfarë lloj rahatie e cila përfundon në udhubillah në xhenem. Ndërsa ajo që është te Allahu Gjeleshanu wa Gjelle Gjelalu, ajo është e vështirë. Ashtu si tregon Rasulullah a.s. nga Zoti Dhul Xhelal, tha Allahu Gjeleshanu kur e krijoi xhenetin, e thiri Gjibrail Eminin a.s. edhe i tha, o Gjibril, e kam kriju xhenetin, heq ko shife. Kur ka shku Gjibrail Emini me e pa, ka thonë, çfarë pave? Tha, ja Rabbi, e pash një sen që nuk ma merë menja që dikush që ka me e ditë se shka ki kriju ti këtu e që s'ka mu unis drejt xhenetit. Ka thonë, shko kri shife edhe njerë. Ka shku për zditi me e pa, u ka këthi, tha, shka pave o Gjibril? Tha, ja Rabbi, pash, tha, sende me vështërsijat shumëta, me probleme, telashe, ngarkesa, sende të cilët nuk ma merë menja që dikush ka mu ballafaqu me ta dhe ka me hinë xhenet. Pastaj tha, o Gjibril, shko se e kam kriju edhe xhenemi, shko shife. Ku shkoj me e pa, tha, u këthi, shka pave? Tha, e pash xhenemin, edhe nuk më merë menja që dikush që e she këtë xhenem që ka me dosht me hi. Tha, shko shife edhe njerë. Kur shkoj me e pa, tha, shka pave? Tha, ja Rabbi, pashta shumë kënaqësi.
rahatlëk i madh, edhe lezetlëk i madh, tha nuk ma merë menja që dikush ka me mejt pa hi. Në udhë bila. E këto derse o lezër që i organizojnë o gjallartë, Zoti i shpërbleft, të derse janë vështërsi. Shejtani nuk ka qeft hiç të shofe këtu. Ta ban të ranë, ta ban të mund, me lloj mundime, kur të vish këtu, ta bet gjumin, goja qelat, prek telefoni, qatere gjenë dikush të thire në telefoni, ban vezvese ati, vetëm e vetëm të largohej nga kjo se është përbetu a i malkumi, alehi lane, iblisi edhe ushtria e vetë, kur Allahu e ka largue nga xhenneti dhe mëshira, ka thonë, unë kam i largu robërit e tu nga xhenneti, nga rizaja e Zotit edhe kam i marrë me veti për xhenem. Nga natyra ai nuk do me shku vetë, ai do me pas shoqni. Edhe kom i marrë, që këtu unë duhe kam një porosi deri te ju, edhe unë do t'ja jap mundësia në hoxhat ju drejtohet inshallah, se unë ku marrë të ngoj atë. Unë falenderoj sinqerisht që ai ma mundëson mua që të ullë në këtë vend që është i ati. Ai e meriton këtë vend edhe unë ku marrë atë të ngoj. Po Allahu Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim e ka regjistru që këtë që ka unë du me o përcel juve, e ka regjistru duke na tërheq vëmendjen krejtve neve. Dë vetëmën ders, hutbe, ligjerat që Allahu e ka interpretue fjalë që janë nga ai i cili i thot nga natyra i keq, i cili bën keq, i thirr njerëzit keq, i thirr krijesat e Zotit keq, është iblisi. Edhe ai në ditën e Kiametit, pasi që s'ka qeft i çoje krejt, shkoje vetë xhenem edhe i merr edhe qert, kur shkojnë njerëzit në xhenem, qatë të cilën e ka pa Xhebrail Emini edhe ka thonë kam frikë se kanë më shku shumë, që në herën e parë ka thonë është shumë zorë që dikush ka me hi, se me di se sa është këtë xhenemi, këtë hikin, largohen, kur hin njerëzit o vëllezër xhenem edhe e shohin se dënimi më i lehtë, ashtu si e ka përshkruajt Resulullah sallallahu alaihi wasallam për hatër Muhammed Mustafas që kanë me ia dhënë migjës vet, njëri i cili e ka mbrojt. Dhe njerë njerëzit tojnë unë e kam zemrën e mirë, dhe njerë njerëzit tojnë unë jam i mirëve, unë e bëj mirë, ama nuk jam ka namazin, nuk jam ka imani, nuk jam ka agjerimi, nuk jam ka sadakaja, ama unë i bëj mirë njerëzve. Kur e shot dikan u ka ranu, shkoja marrë teshat, kur e shot dikan që ashtu qa drun, ja i nimoj, kur e shot dikan që ashtu punu me dishka i nimoj, por nuk mjafton o vlezër veç me nimu tjerve. Dush sefte me nimu vetën tande, me shka me iman. Edhe Ebu Talibi i cili ka nimu Resulullahin, a më në paramendoni, pejgamberi Allahut më i dallum, a i nimon ati, a i mbron, i del për para, nuk e le kërkush ta preke, nuk e le kërkush ta kërcnoje, i thot bujron thirti njerëzit, ama unë nuk besoj. Unë ka me met në atas, Allahu ja ka dhonë, për hatër Muhammed Mustafa a.s. dënimin më të letë për gjithmonë. Me avesh një par nalle, një par këpuc, një par si dojnë i thëjni, të zjarit, për nëzëtsijes temperaturës të madhe, në udhubillat me të vlu të në kohën truni. A keni pa kur bon nëzët verës, kur mërin temperatura 40 e kusur, që ka thëjnë, valla, ashtu na vlu krija, na vlon truni. Para me ndojnë me kilometre, me qindra mija kilometre, djelin që e ka falë Allahu, që edhe atë eshtin ditën e gjykimit në xhehenem, nështë me siguri hoxha ju ka kallëzue, ditën e gjykimit Allahu çdo sen që ju ka adhuru për pos Zotit, edhe është nga krijesat që nuk bart shpirt, Allah e fut në xhenem. Edhe nga ato që e kanë adhurue diellin edhe hanën, Allah i shtin në xhenem. Që me ashtu temperaturën më shumë edhe dënimin më shumë xhenemit, t'ja jape forcën më shumë që t'i dënojë ato që se kanë besu Allahun edhe ju kanë këndushtu Zotit, i shtin në xhenem. Kur hin iblisi edhe i merr këtë ato që e kanë djekë me veti, ato çatere vetdisohen. Sikur ajo narkoza, kur ta japin me të bëjë operaciona, çka i thënë asaj? Që ta japin injekci? Anestezi. Ta japin atë narkozën, anestezien edhe ti e hub veten. Kur vën veti e shësh ballafaqohesh me atë realitetin, çka u ka bobe me mu, subhanallah, çfarë ndodhi me mu, po pas kanë prej, më pas kanë ekni cop, më pas kanë buket, pas kanë kep, pas kanë shtip, më pas kanë bëhe, ti si e në vedije, kur vedisosh,
kur e shef vetën se jetë të shkumë në xhenem. Edhe atëre i thojnë xhenemlit, iblisit, alehi la'ne, Allah e malkoft, i thojnë, o iblis, shka na bone bre ti, shka na bone? Ati është ai alkooliqari, ati është ai zinaqari, ati është ai cili sportskën e nënvizon, ati është ai cili para kamerës rigjidhi dhe në këshira të qenë, ku altë kush dhe e fitoje, mos po fiton kina i pare, musliman, hajqenin që ka ingjizu për me fitua i, jo ti. Ama kur të vedisohet ki nga ajo, kur të vedisohet ai nga vjedhja, ai nga mashtrimet, ai nga trillimet, ai nga lojat, ai nga trikat, ai që e menon vetën se është shumë i meqëm që ditë i mashtrojë njerëzit, kur të shoje vetin në xhehenem. Që atëre e shlon ajo narkoza, anestezia, edhe i thot iblisit, o iblis, po pse be na mure këtu? Ti e fajtor që na ki prue, ti na prune. Iblisi qohet dhe ligjeron. S'po thamune si o gjallartë, se o gjallartë janë skrasot iblisi o gjallartë, iblis është ai. O gjallartë janë thirst në rrugën e Allahu Gjeleshanu edhe janë ato që hecin mas hapave të pejgamberit alayhi salatu wassalam edhe pejgamberve dhe njerëzve të mirë, qohët edhe ligjeron ai. Plot ka dalin në për mediume, në për kamera dhe ligjerojnë për të keqe. Edhe ki ligjeron, ama për herë të parë e thot vërtetën. Për herë të parë e thot vërtetën, thot për shka be jini të më akuzu muhe, për shka be jini të më fajzu muhe, pa ju këm qune me zara, mësë më këm nu alti në krija, mësë më këm nu armën në fit, thikën fit, jo. Unë veç se ju këm thirë juve, illa enni da'autukum fastajabtum li. Thot unë ju thira juve, ju erdhët, felat e lumuni, wa lumu anfusakum. Thot, mësë ma gjujnë ishtaj fajnë muhe. S'kam kur gjabe unë veç ju thash, hajde, ti vete erdhe, vete përzjedhe. Thot, unë tash nuk jam që unë jam të ja gjujt juve, asë më ju mos ma gjujni mu. Unë nuk talla me juve, edhe ju mos u talli me mu. Që këtu jena, bashk jena. O lezër, vallahi, billahi, tallahi, kjo jetë ko me përfundu shumë shpejt. Qire, na, me hoxën e juve dhe hoxën tonë, ndërum, hoxën Muharrem, prej bebe, prej cull jemi bashkë, alhamdulillah dhe inshallah derin hauda tje jena bashkë, inshallah, Allah isë në damë kur. Me vetë Hoxhën Muharrem edhe muhe, kur jena kon studime që që kine hangër bukën, e kina da për gjyse bukën, që kështu bashkë bukfalisht për gjyse bukën, edhe sa kanë kaluë që 20 e kusur vite nga i moment, edhe sa shpejt kanë kaluë, vallahi, as Hoxha Muharrem, as une nuk dina me ju kalzu. Po me vetë edhe agën rëshdi, ku aga rëshdi, ku shkoj se e pa shparzit? Sa vjet i boni aga rëshdi? Allah i dhash net, i boni 70, apo? E tash me vetë sa shpejt aga rëshdi të kanë kaluë ato vite, vallahi nuk e din. Kale kemi lebithtum, Allahu do t'i vetë ditën e kiametit, sa kini jetu në dunja? Lebith na jomen au ba'da jomen. Na kina qëndru një dit, apo një pjesë ditës në dunja. Kur kush nuk thot kum ne 70 vet, 80 vet, 60 vet. Po që ta bëjmë një matematik në qofë se na do jetojmë këtu 80 vjet. Ymri i muslimanve ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ummeti tem është nër me 60 edhe 70. Kush jetoje përmi 70 ka jetuar nga mirësitë e Allahut që ja ka dhënë atij. Na në qofë se jetojmë 60, 70, çish do një bëjnë matematikën, që 60 na gjysën e asaj e kemi kaluar në gjumë. Që do me thonë 60 e kemi kaluar 30 në gjumë, 30. Pre asaj 30, 15 si na konë bilik hiq. Si na konë kërkun hiq. As në avas të kena menu se shka fletëron harat. Sa o vlasnina pas kanë mejtë? 15. Pre asaj 15, kish ku të doktori, kish ku të ustaji, kish ku të mobili, kish ku të interneti, të televizia, të pazarit, blesh patlijanat, blesh kompira, ta hash bukën, ta kosh filanin, ta bëjsh një qaj, një muhabet. Sa o vlasni kina të Allahu me nxerna. Prej 60 vetë jetës, a kanë me na dalë sinqerisht 6 vjetë. Prej ative 6 vjetëve, a i kena bon të manile që dalmi para Allahit me bagazh. Që kjo është ajo pyetja kryesore që duhet të vesmi na njëni tjetërin, ose vetë vetën tonë, a kena be dishka me çka kena me dalë të Allahu Gjeleshanu. Shpesh unë në xhami u thëmë gjematit, a i tregimi që kanë hi 3 shokët në shpellë. Edhe i blen një gurë, Zotit donë e mshelat grikën, edhe ato vesin janë i qetërin a kinave dalje nga këtu.
Provojnë gurin të shtin, nuk mundet, se është një forcë e madhe që se mërin forca e trupit insanit të largoje, shka duhet të lutish atë që është më i fortit, Allahu xhaleshanu. Por të Zoti dush me ndërmjetësu të Allahu me veprat mira. Kur bëjni dua, në qoftë se keni bagazh, thojza, si të kena bagazh, drejtoni Allahut me vepra që i keni bon pa Instagram, pa Facebook, pa lavdrata, pa dikush, pa të një dikush, o Allah njoni kështu, Allah njoni këtu, largohet. Unë i thash xhamatit tem në xhami, kisha kon une, nuk e dia kisha pas do një sen, ti thamë Allahu xhaleshanu, o Allah e kumboket. Çdo njoni duhet ta vese vetën, ti shna kon une që të pjative treve. Shka e kish na lut Allahun, a kena dhe një bagazh që e kena bon diçka që sinqerisht për Allahun edhe ka peshte Allahu. Jam falë, mja obligime ki. Ta bëjsh diçka që nuk e ki fars të Allahu, ta bëjsh për Allah, ama sinqerisht për Zotin, që zojeve. Ai i ka thonë, o Zot, unë nanën teme, babën teme, kom prit gjithë natën, deri sa trazohet, me bardak qumshtit në dorë, si kom dhonë thmive. Wallahi, billahi jo. Si kom dhonë thmive, po kom prit trazohet, nana, baba të pinë sefte, nana, baba masane e vladët. Ai qetri, une e kom marrë një punëtor, ai punëtori se ka marrat, une e kom marrë, e kom shumëzu pasurin ati, kur ka ardhë me e lip hakin e vetë mas sa vjetëve, i kom thonë, që ku i ki pullat, që ku i ki delet, që ku i ki viqat, lobë, që ku i ki malin, që kete jotja, ta kom mërujtë edhe u ka shumëzu ajo. Sot cap carap, klap në gjep, ti marin parët që dhe që s'janë hiq muhabet ata. Ai qetri për shembull e ka rujt, e ka dasht, e ka prit namuzin e dikujt ta shkele, në moment që u ka mundcu, ajo veç i ka thonë, mobe mos prek një sen që ka nuk është e jotja, thot në qofë se ku më rujt vetën, vetëm për hirt madhërisë tonë, do Allah një më. Unë edhe ti, mrenda qëtive 6 viteve shka i kena, prej 60-ve, a kina dhe një bagazh të Allah? Si të kina dhe një bagazh, veç tu elhamdulillah, shqyqyro Zot, mundësoma ta shtoj. Në qofë se s'kije, nale vetën greje rruçnën, se jetu shku në provali. Kushnicat hiç si kinë në regull, nuk zojnë. Gumat i kije të verës, a ketë akull është, i të urshit, funi është ai i cili ka ligjeru, nuk duhet ta fajzojmë atë, por ta kthejmë vetën, ja e ju alladhina amenu, tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besu, pendoni, ktheuni te Allahu me një pendim të sinqert. Pastaj Allahu në ajetin tjetër thot, ne ta shikon çdo kush se çka ka përgatit për vetin nesër. Lusë Allahu në Gjellëshanu që Allahu të na kthen inshallah. Lusë Allahu në Gjellëshanu që Allahu të na bën robër të sinqert. Lusë Allahu në Gjellëshanu vë Gjellë Gjellalu të ashtojmë bagazhin tonë dhe kur dalmi para pejgamberit a.s. Unë që kjo mu më ha shpesh. Vallahi që këtu më therë. Kur dalmi para pejgamberit a.s. me konë që na thot nuk i e ymmet jem. Nuk ka mërzima e madhe. Vallahi në ti ke nona, në ti ke baba, në ti ke e vladi piti, në ti ke ketë. Veç ditën e kiametit, me ik, Resulullah piti, me të thonë se nuk i e ymmet jem, vallahi o leza, nuk ka sen ma të ranë se sa me të mohu në ditën e kiametit, me thonë Resulullah si e ymmet jem. Kjo është e di që do me thonë? Kjo do me thonë, hiç mos e tako Allahun. Që kjo është matematik, 1+1 di. Në qofë se Resulullah ta kthen shpinën, nuk tep me pi me dorën e vet, prej kranit Keutherit, prej ati ujtit të bekum, që kush ka me pi, kur s'ka mu het asnjëherë, vallahi në qofë se ta kthen Resulullah qati shpinën, pasha Allah nuk ki me pas ftir me taku Allahu xhaleshanu. Lusë Allahun të na bëjë met, vërtet. Lusë Allahun xhaleshanu të jep hoxhës bereqet, shnet, mirësi. Unë sinqerisht e falenderoj, ai i cili nuk din njerit të thoje faleminderit kur t'ja bëje një të mirë, nuk din as Allahin ta falenderoj. Hoxh, unë ku marr me të ngu tije. Edhe një sa e ki menu ti, unë do më huq këtu përpara ti edhe me të ngu, Zoti shpërbleft inshallah dhe ta koft në xhenet me këtë robërit e mirë, edhe unë të jem me ti inshallah. Në qovë se unë jam xhenet po me të lip inshallah. A si shkosh para mua, me kon që sëm gjend mos gabon më marru. Allah shpërbleft. Zoti razikoft inshallah. Bajram. Amin inshallah. Allah razikoft. Sa minuta jam. Ha? 20. Ja Allah. Elhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Na e kemi 30 minuta në ligjeratën. Vesh nuk do shta me të ndërprej se merdh amal, se dësha edhe me thonë edhe 10 minuta pejs bile.
Do më gjuj edhe një pesë shtu gazibabqe edhe tama me mshelë mike, ta në kupta. Atë që e përmendi o Gjabas, dua vetëm t'i ndërlidhem shkurtimisht se kjo që na sot jemi këtu bashk, është një ders i derseve në kuptimin e plot të fjalës. Kjo është Temimi, i ka 8 vjet, po i madh është në krahasim me moshën prej kur njihemi dhe jemi shok me Hoxhën Abbas. Do t'ua them një gjë. Lidhja e parë me Hoxhën Abbas është nga fakti që gjyshja ime me gjyshën e tij kanë qenë shoqe. Dhe kur ka ardhur gjyshja e Abbasit te shtëpia jonë, aty jemi njoftu, jemi bo shok, e kur kemi shku gjithë një, kur ka shku gjyshja ime te shtëpia e Hoxhës Abbas, më ka marrë me vete. Dhe aty është fillimi i shoqërisë tonë. Pastaj ka lindë edhe një miqësi që babës Hoxhës Abbas, gjyshja ime ja ka bon një mbes, nipin e vet, ka bo bashkë me hallën e Hoxhës Abbas. Dhe kështu ajo shoqëri e mirë, ai komshillok i mirë është qëndruar edhe në lidhje familjare, e që ndoshta unë prej si jam mësu me hejtë, 2 vjet, 3 vjet, ndoshta të thotë, e di që kam dejtë me Hoxhën Abbas, sot i kemi bajki do vjet. Në shkollë fillore do thotë kemi qenë me një shkollë, pas të shkolla e mesme na i kanë ndarë rrugët, e në Medinë përsëri bashkë. Shifeni, kanë kalun 40 vite, lirshëm mund të thamë që na i njihemi mes vete, na 40 viteve që njihemi mes vete, çdo herë kur e shohim veten, e shohim veten të përmallum për me pa njëri tjetrin. E subhanallah, nga kjo dunjë, thot Allahu te bareke ve taala, el akhillau ba'dhum li ba'dhin adu illa al muttaqin. Shokët kanë me qenë armiq të njëri tjetrit në ditën e gjykimit, përveç sa ata që janë dashur për rizat Zotit, që shoqërinë e tyre, vllazëllukun e tyre e kanë ndërtuar mbi devotshmëri. Na çdo që takomi kojmë na hall na i dert. Edhe në Medinë çat gojën e bukës kuptimin e plot fjalës se kemi dashur përgjithësi. Me një sofë çton tipik. A kemi shku natë, a ki ka arte na, po flasëm konvikt se nas kemi pas shtëpia, konvikt. E një plin të vogël me një fortere, në qatë fortere u bëjke çdo sent që kemi pas për me hangër. E Hoxha Abbas, Allah i shpërbleft, ka qenë ma i shkatë se unë edhe ma bujarë se unë. Unë pak ma dembel ka qenë të pjesa e bukës, Allah i shpërbleft, ki kur na përgadit ke... E kundër të. Allah i rritë. Kur na përgatit, kur na thërë kemi safir, gjithë një ajo sofra ti ka qenë ma e bujshme, ma e... Hoxha Mare. Unë pak me mujmë duke të pa. 4 muaj. Pa, pak me mujmë. Pa e ka bu kilometrash pak ma shumë, se o konë Siria, Hoxha. Po, në Siria o konë Hoxha Abbas, Allah është për lefti. Se, a i qizon kamer? I qizon kamer. Frigjideri Hoxhës Mare, më konë frigjideri kejtë të gjallave. Allah e përfaj. Ajo është bereqeti atë gjibavës, atë gjirëshdis, Allah është për lefti. A kërë më qeke paket prej Macedonisë në Medinën atë ko, se ke ketëve të vëjapsh. Atë gjibava, Allah e gjenet ja boftë. E që ke paketin, se ke kreditve të vëjapsh, nësë janë nalë askujt. Edhe alhamdulillah, e kemi da nga bukën, jemi mësu me da bukën bashkë. Këtë po du me potencu se të rritë mos muhabit mas dunjos, mos muhabit mas famës, mos muhabit mas interesave, se gjitha kalojnë. Ajo që mbetet është vllazëllëku, shoku i mirë dhe i sinqert se dhe në donë për rritë Allahut azza wa jall. Dhe se jeta pa shok të mirë, s'ka lezet vëllaj, as pasuria, as jeta, as kur gjo. Llogariteni dikan me njof 40 vjetë edhe mos me pas mohabet me te. Edhe mos më gëzu që e ki pa kur ta shohësh. Hoxhës Abbas dhe thot, janë një krejt familjen e ma një krejt familjen, si pare kuqe, një femi,
me njëri tjetrin, por gjithnjë e mira dhe çajo që është riza e Zotit është ajo e cila na ka mbajtur bashkë dhe na mban bashkë. Le të shërben ky ders i hoxhës praktik për praktikën e rinisë tonë, me kuptu se çka do me thonë vllau i mirë, shoku i mirë, dosti i mirë, që edhe mas 40 vite të atakojsh edhe të përmallosh që e ke pa. E keni pa shoqënitë e interesit, shoqënitë që nuk janë për rizat Zotit, shoqënitë e haramit, sa shpejt prishen, sa fat shkurte, prishet partia, prishet këtë shoqënia, prishet biznisi, prishet ortaklëki, vllazëllëki, shoqënia, pse këto kanë ndërtuar me interes. Madje edhe pa u prish, ndërpret interesin, ndërpritet vllazëllëk. Na edhe kur jemi kom bashkë, kur kemi pas nevojë me datë buk, edhe kur s'kemi pas nevojë me datë buk, edhe sot Hoxha Abbas, kur është në një zaman dhe kohë që gëzonat autoritet që një Maqedoni, një Ballkan ta njohë dhe t'i qohet në kom, përsëri kur të shifemi na të gëzojmë që kemi pa njëri tjetër. Vitet kalojnë shumë shpejt. E përmendje Hoxha. Shkojnë vitet. Dhe vjen një moment që ajo që ka peshë në jetën tonë dhe vlerë në jetën tonë realisht janë shokët e mirë, vllazët e mirë, janë shoqëria e cila ndërtuar me fisabilillah. Andaj një shoqëri e cila është ndërtuar me për rizat Zotit. Ajo është shoqëria në të cilën ka bereqet. E që Allahu Azza wa Jall ato shokë ka mi bo bashkë edhe në xhenet. Andaj Allahu Azza wa Jall thotë krejt kanë me qenë të armitsum ditën e gjykimit. Krejt hasëm kanë me qenë njëri tjetrit. Krejt hasëm kanë me qenë edhe i baba i e vladit vetë edhe vladi i babës vetë kanë me qenë hasëm. Dosti dostin hasëm kanë me pas. Nëse so konë për izat Zotit. Për vetëse shokët që janë dash për izat Zotit. Për Allah që janë dash. Vetëm për Allah, kur gjë tjetër. Ata kanë me qenë miqë edhe në ditën për dalin para Allah të barekata. Allah i dhashtu i me reshëndet Hoxhës Abbas, e gëzof me gëzimet e tia, e shpërblef si çdena i mos mirë, i dhashtë Allah u shnet, e gjithat mirat i bindur jam se dhe zemrën e ka ma mirë shtash, sigur t'jam që është ma mirë, e Zote jam mundsof se çdo ditë ma mirë të të shojnë Hoxha Efendi. Allah i raziko, Zote është shpërbleft. Unë e pas fjalëve tarta të Hoxhës nuk kam çka shtoj diçka për vetë se që përmenda gëzimin që jam krenar dhe i gëzum që kam shok si Hoxha Abbas në jetën time, e Zoti i dhash bereqet e shnet. Faleminderit, alhamdulillahi rabbil alamin. E shet kiametin me si pasha Rabbul Alamin, se si të ngatrosh më zhëmaren, valla me mua, e unë e para se më shku student me konë, unë jam konë kampion i boksit, bokser. Edhe thash, vallaj, billoj, ka me dalë me ti, me mua, ka me dalë një muhabet që nuk më shelet. Edhe më zgavojnë me zhëmaren me pas. Edhe sot e sot, këtë e thamë haptazi, edhe se kjo kamera një gjizë. Edhe sot e sot, në momentin që ta një unë se dikush ka me ozën marem, ka të lash, vallaj, me mu i prish reqatët kejtë. Së një ndreq, ga gjë si pritojmë si dhe punëve heq, edhe jemi ati në vi, inshallah, për të Hoxha. Inshallah, Allah i runë Hoxhën edhe këtë që lartë, edhe inshallah, Allah i amundësën, ashtu si i ka bëto vepra, t'i gjejet Allah, gjërëshanu. Edhe besoni vallaj, kjo bo se bep, edhe normal, edhe një 2-3 shokë tjerë që i na rritë në bashkë, që unë diplomova në Medine. Diplomova në Medine, edhe tash jam me detyrë në xhami që 16 vite imam edhe hatip të xhamia Ebu Bekër Sëdik të Vorret e Butelit atje. Dhe unë në telefon kur e thiri, gjithmonë e di Hoxha, e thiri pa teklif. E dini çka do të thotë teklif? Ai thirr thjesht në telefon. 90% rasteve pin qabe në thirr. Po. Ku shkojnë qabe, të pari njeri që më shkojnë menja ta thiri, pite në ta vafat në qabe, e thiri Hoxhën marem. Edhe i thamë që këtu jam qabe, jam të lutë Allahu në zërgjel për ti. A i kuptu pësë është maj mirë sa?
Ja. Unë sinqerisht e dua dhe i tham, pa i dhënim xhallarëve ju këmë thonë ketë edhe pse do prejken edhe i dhonë, unë tham për ketë të xhallarëve unë e marrejmin hoxhën e du ma shumë ti, për ketëve. Se kur e kanë pyet pejgamberin selam, Rasulullah ka pas këtë sahabe të dashëm. Ka thonë kanë do më shumë për sahabeve, ka thonë Ebu Bekrin. Pse? Ka thonë ai kur kom dalë sefte une me atë emanetin e Zotit, ai më ka përkrah. Edhe une kur kom shku sefte në studime, faktikisht Medine, une kom shku si jetim ati për herë të parë, nuk e di veni, nuk e një kërkan, sefte, une buk ku mangër të që ki buri madhë. Edhe me këti kina datë mirën të keqen, edhe vetë këtë njëra ki pare, është në s'kam. Unë i kam dhe një 40 real i kam, një 20 t'i hap dhe ke. Me të shtë në 20 së mdali, bërmi 30 muhe, moj t'i 10 une. Si qelë une, edhe atër e unë konë që shtu. Po, gëzi bapë s'ko dete. Edhe, ama kurse ka kursej. Edhe një herë, unë mësane, edhe punojsh nga ka pak, zavra ka që, punojsh nga me trekti, i thësht nga si e me pare që. Kë gjithmonë Allah i vike këti, në rëski i ka hecë. Zotë ka furnizu inshallah gjithmonë. Edhe janë momente shumë të mira që unë kam shkej kallëzoj Zotit. Për shembull që kështu unë jam në krajin, që kështu edhe sot kur hecim dikur, thotë hasi të shkapa. Krijen nga unë, edhe e vnesh në krajin të shta kujna të shku këtë këtë Sheikh Muhammed Muhtar Shankiti. Kush e ceki parë, e ceki Raifi, dhe e këshin bo mifti Medinës. E këshin bo miftit Medinës, një djetar shumë i madhë, që në qofë se dojni me pa një njeri që ka Allahu, inshallah, e donë, edhe shifët mëftirën ati se Zoti e donë, o Sheikh Muhammed Muhtar Shankiti, në qofë se dë njerë shkojnë në Medine, lipni, anën e majtë haremit gjamije, se ka atë karikën që kështu një karike, a i spjegon, ma shumë e puthin atë në krije se Haxherul Esvedin. Gurin e zinjave. A i hecë dhe kur s'prek në tokë se e kapin në ndore e hecën atë. I letë është, Allah i rujtë dhe i dhash shnet hoxhës. Na me hoxhën, po ju kallëzoj këtë, nështë të se dini ju, me hoxhën 4 vjetë. 4 vjetë i kina thi gjujnë të parati hoxhës. Në për qatë ju thash parzit, kur si na pështet, na mu pështet të ajo hoxha me ngu në dersat. 4 vjetë. Do me thonë me hoxhën, nuk na ka mungu asë një dersi hoxhës në gjamit pejgamberit a.s. Këtë unë po ja u kallëzoj që ju t'i thejni gjujnë këtu para hoxhës. Si dojni o vlazni me pas hajrë, si dojni me fitu nga aji hajrë, juve si ju mundësot me shku me i pa ato djetarë, Allahu ka dasht hoxha ka shku, e ki ka marrë nga ajo diturie dhe dritë që Allahu ja u ka dhonë ative, e ju s'mujni agje me shku, thejni gjujnë këtu se gjeneti Allahu që këtu fitohet. Shumë kollaj me u bo musliman në qajtore. Shumë kollaj me u bo musliman në qarshi, të spet. La ilaha illallah, subhanallah, elhamdulillah, Allah akbar. Të shadërvani gjamiës, ajete, hadise, kujdi une, jo. A do me u bo musliman i mirë, a do me fiturizane Zotit, thej gjujt, edhe thej kibrin, mendje matësien tonë dhe para gjellarve. Ullu për para, tak, edhe thuj vetas, ti nuk di. A keni pashtaj? Këtë janë bo muslimane, këtë djetar, këtë të gjallar, fetfat i cepatin këtë. Ama kush është ai cili fiton, që e fiton nefsin e vetë, ashtu si ka thonë për janë sëram, kina ardhë për gjihadit të vogël në gjihadin e madhë. Gjihadi i madhë është të fitosh nefsin tanë. Lufta më e madhe sot është të fitosh egon tanë, të fitosh kibrin tanë, edhe të ulish vetëm për Allah, para ati që ligjeron. Kohën e pejgamberit e salam kanë ardhë 3 njerëz në xhami. Edhe tu ligjeru pejgamberi alayhis salam, njoni peja i ka ardhë pejgamberit alayhis salam gat, u ka unç. Gat ati. Ai qetri i ka ardhë mare u ka unç pak më larg, ai qetri ka thonë, shka bëjmë këta janë normal, ka kthi. Pasi që shkojnë, i thotë Omerit, Ebu Bekrit, Othmanit, Aliut, shokëve të afërt, thotë aty ju tregoj, thotë për këto 3 veta se shka ndodhi. Thotë ja Rasulullah, urdhno, tregoj. Thotë çiki i cili na u afru neve, Allahu e afroi atë te Zoti. Ai cili erdh mare, u hunçi theti gjojta më hunç shagje ma onësh, thot Allahut i erdh mare ta shtije në xhenem.
Ndërsa ai i cili ktheheti, tha me çto meneta, tha ja ka kthi Allahu shpinën atij. Nuk do me e taku. Riza e Zotit të këtu në për mejliset, edhe si dush me ditë se bereqetin jetën tonde, pika ka me tartë pi këtu. Hazreti Omeri ka thirë, ka dalë në për tre, ka thonë, ta'alu ejuhen nas, nu'min sa'a. O ju njerës hecni, të bomi musliman një saat, të besojmë një saat. Ka thonë, o emirul muminin, o besim, do prije si muslimanve, as jena musliman. Ka thonë, po, ama që këtu ajo shka bëhet, ajo me ata tjetërën ka shumë dalim. Edhe kjo shka sonte ju e bajni këtu, ashtë sa pak. Edhe ato që hinë gjenet nuk janë shumë, mos me ndojnë se janë me krasim ato që hinë gjenet. Kush hinë gjenet? Ato që rinë këtu. Me laqet rrëth e mreth shkojnë të Allahu, edhe pse Zoti i din, i pyet pika vini, do t'i natuar prej xhamisë i Sabek. Kem të dersi hoxhës Mulla Marajmi. Shka banat, thot qëndrum atje dhe i evidentum kush erdhën. Thot po shka lipshin ato që erdhën. Thot e lipshin rizan tënde, lasjen Allah, e lipshin mëshirën tënde. Thot a e kanë pa ato mëshirën teme, a e kanë pa gjennetin, si kanë pa. Po ti kishin pa, ma shumë kishin pa. Thot bëhuni dëshmitar se unë e vakon falë, jam kënaq me ata, ja u këmë dhuru gjennetin, i këmë brojt nga gjennetin. Me shka, vëllaznin, 30 minuta, hoxha, 30 minuta nga qaj 6 vjeçari i jetës që e kina na, prej 60. 30 minuta. Valla i na të argju kohë për në qajtori, i na të argju në kohë për muhabet, për në tupana, për darshma, për haje, për pije, për ku shkoj me dia. Me dia, Allah e kënaqaj, ajo xhallarve i vënë sajgi që bapa i thirë. Në që bapa mitën të ne, disa që bapa hajna, se kina ma 30 minuta, valla e e kina zë, shejtani na i ranon, sikur me na i mnu një kodër për mi qafë, për mi krije, ranë. Jo, vazhdi. 30 minuta mund është të blesh vetën tënde prej Allah që shumë. Edhe mos e kursejni vetëm. Sa të mujni shkojni para masa xhallarve, sidomos në për mejliset e dijes. Se qati, vallahi, e mbillahi, qati, sa ki me qëndru që ajo ka me dolë për Allah. Se që sot, këtë ju shka keni ardhë, unë jam i bindshëm, nuk mundët kërkush si, inshallah, Allah e di mas mit, po jam i bindshëm se s'keni ardhë për interes. Keni ardhë këtë për Allah, këtë keni ardhë me mësu dishka. Edhe Resulullah s.a.s. thot, men seleke tarikan, kush del për të shpia e nisë udhën, udhtimin e vetë, jeltemi sufihi ilmen për me marë dituni. Shka është dituni? Dikush me ndonë fakultet, diplomi, jo, që kjo? Ki me artë të hoxha ka me të mësu si me marë abdes. Shka me ndoj një sahabet, që ka mësu për pejgamberin e sa? Që ato librat Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nesai, Ibn Majah, librat qitapet e mëdhoja që i ka në gjallartë në për mektebe, ju shka me ndoj një, shka ka ati? Filozofi, fluturojnë, me të pika, jo, ka si me marë abdes, si me marë gusëll, si me marë taharet, si me usil, temu me marë, si me u falë, ka me gjithë kiblen, që asi libra janë ato. Po si i kanë transmitu, i kanë një prej pejgamberit alisam, që kështu janë unë që ketë bashkë, edhe i kanë mësu. O vallahi billahi, na ishmi studenta, Vike Mulla Feridi, Allah e qoftë gjennet, inshallah. E Vike Mulla Feridi na e këshishmi në gojë. Si ishte? Ullshmi para ti, në gjujtë, ti thejshmi, këshishmi të dritë goje, se shka po në thotë. Pse? Ka ordo që i madhë edhe djetari madhë që na duhet me mësu për ati. Na e kanë gjëmatë, e kanë të gjamia, kërkush nuk ishkan ati. Pse? Nuk ja dim vlera në vëzni. Ndërsa xheneti fitohet për qasive njerëzve, si kur djetarë që janë në xhallar, unë në mahal gjehe, Hoxha Beqiri, Allah i dhashnet, i ka pajtu di familje në Saraj, se e kini pa, ndoshta, eti social, e unë e shkrujta këshive, dia një vlerën, e kina një grupë në WhatsApp, da shë o vëzni, o shok të mahalës, që jetojmë këshiler, dia një vlerën, Hoxhës tonë. Allah e shpërblim. Sot xhallarët janë plot, alhamdulillah, po neve na duhen xhallarë që këshirin ta bashkojnë miletin. Neve na duhen xhallarë që kanë me mësu miletin, që kanë me marrë për xhennet. Po ja them edhe nisen edhe se kanë thonë mos ja jepni grujës telefonin e hoxhës, mikrofonin se s'nalen. Po ja them edhe nisen Resulullah sallallahu alaihi kur ka ardhur Isras Mirajit, ja u ka kallëzu sahabeve një sen çuditshëm. Edhe unë e kom lexuar një kitab kur e përgatita një ditë tema në Isra Mirajit, edhe u çudita.
Tha, i kom pa një grup të njerëzve që kanë me hinë ditën e kiametit në xhennet me sinxhir. Subhanallah. Me hinë xhennet me sinxhir e kina një ketë. I lidhin xhennet me sinxhir edhe i krejnë me laqet. Ama me hinë xhennet me sinxhir, edhe unë tu vazhdu, tu e lezu, e ka pyet Gjibraili, ka thonë, ja Rasulullah, kush janë ato që kanë me hinë xhennet me sinxhir? Ka thonë, këto janë ato që dikush e ka marrë dikan, hajde be, lene qaj kafe, lene futbalin, lene atë, lene këtë, hajde shkojna hoqë, të hoqëa mulla Maremi në ders, të mulla Filonin në ders, hajde shkojna. E haj, pe asaj dersit, që ka arë, s'ka arë, spontanisht ka arë. Thot, shtine një ketë me zorë në gjenet, pse, po spontanisht ki ka me hinë gjenet, lidhe me së gjire dhe krejë në gjenet, e krejë hoqëa, unë për qatë i thash, si mos të më gjesh mua, krejë, ma gje. Pse? Se ki loqë ka bagash ka, krej. Me loqë që të në fund të hadisit që jetë e ka poshtut, ja Rabbi që këtu të jadhave ketëve këtive ndërës gjenetin, ama ka njësh ka ardhë, se ka atë njët. Thot, humul kaum, la jesh ka bihim gjelisuhum. Ato janë do njerëzi që janë unë që ati, me o gjërmare, që kusht hunxët me ata nuk ka me pa keqë. Më në dë një herë, dë në të me ardhë, dë një Agjibekim, dë një Raif, dë një dikush, kasapi, të që kanë ardhë. Ti ku marru në mezarë, të ashtë, hajde një, dërës, eshtë tash, haki ardhë kasap, po. Këto janë ato burat që nuk hekti për këtive keqë. Nuk gjenë keqë, eshtë tash, pisë sot, e ke hangër. I e bo që ma të li hoqës parem, zdo ditën e mërkura, po? I le ato mishnë ato të sendet, anësh, e në vend të hoxha, sa. Apo, besa. Allah i shpërbleft. Unë e këtë predozë e hoxhës, Allah i razifoftë. Se shtaj, a e usos kjo po, a shkën i ka shpija se ka nërë të me njëzizu hoxhën. Një ka mirë qeter, një 15 minuta kina artë të shtridh në hoxhën mirë, vitamin C, t'ja marë në ato dijën që ka i ka, t'ja lojna vakëf, inshallah, sadaka gjarje për ato që do të vinë që ndoshta s'kanë me taku hoxhën, prapë do unë këto. Ama unë është e ka me të ngu, e nësë livrit, se ta shlena atë kamerën, ju vetë shujni, u shfolni asë një. Dersin që ka e patët, që e mura une, shta i kidëva ja për juve. Hajde, bismillah, hoxha, në e që ketë. Hajde, Ilir. Amin, inshallah. Allah ju shtoft, inshallah, t'ju shoj, inshallah, ketë të shamir të islamit, vinë të hoxha, shtridhni hoxhën në aspektin pozitiv o vllazni, se ki gjallë thot dije shumë. S'po i tham ki njeri. Se na i na ala gjentri, anë se i na zbarë, ka mjekra. Ala i na gjentri, ka dituni, ka mësu të ulemoja, të djetarë, të sëlahat, të njerëzit që ndoshta edhe ndoshka i kena pas kanë shku në gjennet, inshallah. I kena pas me neve atjere. Janë bozë Allah, po i ka të gjeli kanë shku inshallah në gjennet, në të bashkon Zotit. Nga jo dituni që ki ka mësu, kur thamune ka mësu, ka doshka janë konë me neve ato s'kanë mësu. Nuk kanë mësu, kanë shku në shkollë, kanë marrë diplom, ama s'kanë mësu. A hoxha ka marrë diplom, ama ka mësu. Edhe une jam edhe në këtë dunja dëshmitar, edhe në dunjajnë tjetër, se ka mësu të ulemoja agje. Edhe ma ka shku muë, ma shumë se une. Allah ma ka shku e. Ku kena shku bashkë? Ma ka shku. Se kishke ke rriat katë të mëdojtë unë së në shkushta. Kishke ke vizitoj katë unë e marë. Unë e punesh në me kere, që ka ki punu ti, që ka i të punu shtaj. Edhe kishke ke rriat, që ke vizitoj ka gje. A ne e njofin, sot të gjëmare, e njofin ato djetar. Edhe kur shkojnë, se kishke ke vizitoj ka. Fetfatë të mëdoja, ki disejnë e ma ka shku mua. Luft të konë. Unë si më konë. Po, këtë stavatëve janë bëhata. Ja. Po, ene, djetarë të mëdoj i ka taku më shumë sanë. Ja, në shkollin a këmë bashkë. Ato djetarë të shkollës që i kena pas, e në ato që i kena pas Medina i kena vizitu, Zoti i shpërbleft ato xhallarët para neve që na janë konë, ato në i bishin o xhallarët që është kështu, na umlesh me këtë studentat, e në i bishin, e një sasit ative hoxha i bike me kërë. A va ka kalzu këtë gjona? Unë jam katë kutia e zezë këtina. Ki i bajke me kjera atje djetartë dhe i bike, një prej ative o kone dhe Shekh Nasër Omeri. Shuj! Unë jam dhe kalzu. Shekh Nasër Omeri, a kine ndëgju për Shekh Nasër Omeri? Shekh Nasër Omeri është një nga djetartë e mëdhoj të islamit umetit,
edhe një nga njerëzit më të mençëm të muslimanëve në dunjë. Këtë kanë thonë dietarët për ta. E ai kur vike riket te hoxha Muharrem të shtëpia. Valla ta kam pasi noti. Allah na falë. Po ja ka qëllu që atë Ja. I notë mirë. I natë i mirë, po. Se i natë për të mirë bën me pas. Allah i liros prej burgit që nga se rame e se burg është. Edhe ai Ja ke shku me një sen ozës. ha, Ki më shumë mundë. po për haxhin e punën e kam shkruar se unë kum kohë në haxh 29 herë. A mundë? Numre se di valla. Ska numër. Ju ka prish kazan. Me 3 shifra ka punë numër. Ja për haxh për umre ja kum shku. Veç Se ja kon më shumë se unë? Ja, Haxhi? ma shumë sa një kom veç ma shumë kishku. A u bindet se derisi i këti maj mirë se a i gjenjë? Ja. Valla unë ku marr tangoj. Vallahi Allah i dëshmitar. Çka thash është bikim? Do shkojnë tangoj në hoxhën ders. E shtash Mustalina se përmende kasapin mishin, sot një javë, për këtë sezoni mshel në mod dersi. Kina ders, Amon jam Mekke. mas dersit, mishme kina ka dale. Mekke. Mish deve dhe hajme e Unë gjumon me iznin e Allahit kom vendos se nuk jam mirë me shnet dhe kom vendos gjumon me gryën teme dhe shkoj në Kabe. Shkaqe. Mira ki. S'jam mirë edhe unë si të muna tut në pivdekjes e tham inshallah ma me shpirtin a gjallaj. Edhe kur s'muna pak minera i tham ati gjallit këshire nëj bilet ati a ka. Se vizën e kam vizën. Në grënic. Pa kufi e kam vizën. Elhamdulillah. Du të me abojnë e hoxhës në vizë pa kufi. A ka është, ha? Pa ka. Në dalaveret mira, ama, jo dalaveret këqia, me dalaveret. Do të me shkruj ti e të firma jeme, se i punsum të firma jeme, e në të japim një vizë pa hesap, me hi me dal, pa të numrume. Hiq. Po, dashka. Po. Inshallah musa. Qerve s'ma marrë, qerve, Do të shme dallu hoxhë mëra. ha? Jo, Shme dallu për kësina. për hoxhën Muharrem. Hoxhën Muharrem e në hoxhën Abdil. Hoxhën Ti zudhët të kemi. Po, i gjizon. Hoxhën Muharrem e në hoxhën Abdil i të shumë. Se hoxhë Abdil ka marrë për dorën në Damask, për më ka qumë la Jakub i Slupçanit, Allah i qërë gjennet, a më ka qumë në Siri. Me mësu, e në hoxhë Abdil ka marrë për dorën. Ajo konë gjomba une gushtet. Ajo më ka marrë me dreze ati, edhe kër kom shku në fakultet, hoxhë Muharrem ka marrë për dorën. është mirë këtë që pranoj Hoxha me të regu ma shpëllev, me kuptu se kjo vllazdëllë, kjo shoqëri, kjo ndikon në tapme në organizimin e jetës fetare. E përmendi Hoxhën Abdel, e përmendi Hoxhën Bexhet, janë konë një grupë që kanë pasar prej Damaskut në studime në Medine, edhe disa xhallar tjerë, atje me një sofër na imi rritë, ma mirë thonë se 3 imi ka. Na që të me një sofër imi rritë. Bashkë kemi shku në xhami, bashkë kemi shku te hoxha, bashkë kemi shku këto në atë akademinë e gjusë arabe nuk kanë hi, se kanë ardhën, e kanë ditë gjuhën arabe mirë në Siri, se Siria sot e sot gjuhën arabe e mëson, në programin e ka në nivel shumë të lartë edhe shumë mirë u mëson gjuhën arabe në tazve. Na shoku se me dresin e kemi kry në Shkup, na është dash 2 vjetë me ime mësu gjuhën arabe njerë, 1 vjetë e gjysën e kom bon gjuhën arabe në akademi, 2 vjetë është për ndryshe shkolla, edhe gjithë në të temi në pushimi Mizatek bashkë të një, oko një maksaf, një do se ndryqe të ftoftë që të në herë i hajshme, kur kishme fare, që atë e dëshme në herë për gjysë. Se varën aja është një vllaznimlëk i papa. Dhe beson mas, këtë këtyre viteve, tash isha në universitet, edhe shkohet ajo pjesa ta gjem maksafin së në orientova, së në gjeta. Shkova ta shatë venin edhe shumë emocionova, edhe shumë u mërzita me një formë. Atë vahdën numër 2, ala ishte aty. Atë ajo konvikti numër 2. Balkoni jotë. Balkoni jem të mas ishte të A ishte ala? Ala ishte 6. Ala konvikti numër 6, se me numër anë konë të konviktet. Të 6 kam qenë në. Edhe më me të vërtet nostalgji, momente
ai vendi ku luishmi në mazdarkë ndonjëherë servis. Servis luishmi natën, aty mbledhshmi, na e thirrshmi o xhan Abbas. Futboll fusha e madhe. Çati mazdarkë servis e muhabete. Jo, servis. Gazbovski. Po, na me një cigull. Ha? Po, sot një javë. Sot një javë e përmbyllim sezonin e këtij vitit, se më mas Ramazanit kur ti nis na për këto ligjërata, një vëlla Allah e shpëlbeft një dark e ka porosit jo dark, dy desh do t'jenë. Mashallah. Mish për një me mish, jo veç s'janë qebap ato, mish. Allah e shpëlbeft. Me di, s'janë qebap ato, mish. Mehdia është vllavi hoxhës, kush nuk e njeh, më i vogli, ajo është tregtar, nuk është hoxh, më i madhi është Muhamedi. Çeko më i Ka madh. shi, kjo është montanist. Pilot ka me ato Gjizin e Gjishabanin e Musin, këto si ato edhat e egër, në për pjeshka, gjena këti. Ku hipni ju, a ka shejtan? Hoxha, a ka shejtan ku shkojnë këto? Tegër i kanë këto. Këto tonit janë të butja. A thu? Allah, ju shpërbleft që i bëjnë aktivitete, po o gjallartë mos i thirrni o vllazni. Jo, vine o gjallartë. Mos i thirrni, se o gjallartë nuk janë për atë. Së nejtë. Media o tregtar. E në media i do gjallartë për edukatës që i ka marrë për Agjibabës e në për hoxhës, kur se kje ka tezgën bashkë të rampa, qashia ku datë për pazarit. Të qebaba. E në veç e qëtë dorën, taksi rampa, dhe ku shko në gjo? Do të që, hajde të hashë qebaba pasirte. Edhe këtë e njofi në gjallartë, se kje Allah e shpërbleft, kur o gjallartë si le undë. Eshtë taj, qebaba ta janë misha, nuk janë mishë. Keti, kam bish s'ka. Me njëti i mirë, Njëti është njëti i mirë. njëti jo me mish. Si ka vikata i futbaleri, gol, e ka do shfar golive, tha njëtin e kom pasur. Njëtin e kom pasur për gol. Allah i shpërbleft, ku shkoj i liri? I lirë, a je gati? A të unë që të hoxha në venin e vetë. Qa ti poshtë, hajde o laznisht ka shkojnë agje poshtë na, ama kamera mos në zoje. Ngojna hoxhës, edhe ngojna dërsin e hoxhës, fitojna edhe një sevap, edhe mos ani, në shkojnë gështina.